Biznesmeni Behgjet Pacolli ka reaguar ashpër lidhur me debatet dhe përplasjet publike e ligjore që lidhen me projektin e aeroportit të Vlorës, si dhe vendimin e Gjykatës së Tiranës për ngrirjen e situatës. Pacolli e ka cilësuar vendimin e Gjykatës së Tiranës si të kundërligjshëm dhe dëmshëm për kompaninë Mapco. Sipas Pacollit, këto zhvillimet cënojnë dhe rendin juridik dhe kushtetues të vendit. Pacolli thekson se organet ligjzbatuese duhet të hetojnë dhe adresojnë këtë çështje në mënyrë që të mbrohet shteti së drejtës dhe Duke i referuar debatit publik rreth projektit, Pacolli shprehet se për muaj me radhë janë përsëritur të njëjtat akuza dhe spekulime, të cilat sipas tij kanë ndryshuar mënyrën si perceptohen vetëm në varësi të kontekstit dhe momentit kur janë bërë publike. Ai shton se çdo marrëdhënie koncesionare ka kufi të përcaktuar ligjërisht dhe se askush nuk mund të marrë vendime mbi të drejta që nuk i takojnë vetëm atij, duke theksuar se në këtë proces janë të përfshira dhe interesa shtetërore. Pacolli nënvizon gjithashtu se çështja mbetet objekt i proceseve gjyqësore në vijim, ndërsa thekson se gjykatat janë institucioni ku vlerësohen faktet dhe vendoset mbi bazën e ligjit. Organet përgjegjëse për luftën e krimit duhet të jetojnë dhe të ndëshkojnë këto fenomene në përputhje me ligjin për të mbrojtur shtetin e së drejtës dhe institucionet e tij. Ka diçka që më bën gjithmonë përshtypje në jetën publike shqiptare. Për muaj me radhë dëgjuam të njëjtat spekulime, akuza, të njëjtat pretendime, të njëjtat teori, Delfos. U tha në studio televizive, në deklarata politike, në procese gjyqësore. Atëherë konsideroheshin thjesht pretendime të një pale në konflikt. Sot papritur po shfaqen si shqetësime institucionale dhe kur pretendimet morën përgjigje shtëruese nga gjykata e lartë. Pra çdo biznesmen normal këtu ka të drejtën të pyesë vetëm se çfarë ka ndryshuar, sepse faktet ose janë të vërteta që në ditën e parë, ose nuk janë fare. Ato nuk bëhen të vërteta vetëm kur ndryshon zëri që i shqipton. Ma habit gjithmonë dhe vetëm ideja se një investitor mund të vendosë barë mbi të drejta që nuk i zotëron i vetëm. Në çdo marrëdhënie koncesionare ekzistojnë kufi të qartë. Askush nuk mund ta disponojë atë që nuk është vetëm e tij, aq më pak kur në mes qëndrojnë të drejta dhe interesa që i përkasin dhe shtetit. Kjo është e qartë si drita e diellit. Prandaj pyetja nuk është nëse dikush mund ta bëjë këtë. Pyetja është nëse mund ta bëjë pa miratimin e atyre që kanë pjesën e tyre të së drejtës. Dhe përgjigjja duket e qartë, po në dritë të diellit. Çdo pretendim tjetër mbjetet objekt i proceseve gjyqësore që vazhdojnë. Gjykatat janë vendi ku faktet provohen dhe ku pretendimet dhe spekulimet marrin ose humbasin vlerë juridike. Shkruan Pacolli.